Në një kohë kur teknologjia duket se ka zënë çdo hapësirë të jetës sonë, ka ende njerëz që mbajnë gjallë traditën e punimeve me dorë. Një prej tyre është Rita, një grua e palodhur që me dashuri dhe përkushtim krijon veshje dhe çanta unike, duke përdorur grep dhe shtiza. Unë punoj që 40 vite. Ma ka mësu motra ma dhe ka kënë mama jeme shumë punëtore, këto gjëna janë gjenetike. Unë kam pasion grepin, pikturën, këngën, edhe shumë gjëna tjera. Për Ritën, puna me grep dhe shtiza nuk është vetëm një mënyrë për të fituar të ardhura, por mbi të gjitha, një mënyrë për të ruajtur duke përcjellë traditën tek brezat e rinj. Ashtë edhe mjet jetese, ashtë edhe hobi im, se unë jam edhe rroba qipse, por nërkohë unë këto nuk I la pas dore kur, se janë me hikin gjithë stresin. Edhe kënaqet shpirti kur realizoj diçka të bukur. Në duart e Ritës fjet e thjeshta shndërrohen në vepra të vogla arti, që mbajnë gjallë jo vetëm traditën, por edhe pasionin për punën me dorë, një thesar I çmuar që nuk duhet humbur. Kur të vinë vera me veru s'ka në fladjet